Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi duke trajtuar temat e vdekjes dhe sot inshallah do të flasim për shpirtin. Edhe pse e kemi cekur apo kemi përmendur diçka rreth shpirtit në temat e mëparshme, por si një kapitull apo temë vete, realisht nuk kemi folur për të. Prandaj ka ardhur radha që me lejen e Allahut Azza wa Jall ta përmendim edhe çështjen shpirtin dhe çështjen e tij, realitetin e tij. Çfarë është shpirti, ku jeton shpirti, cilat janë cilësitë e tij, çfarë ndodh me të pas vdekjes, a përjeton ai shpërblim apo ndëshkim, dhe ato gjëra që përjeton ai, a janë të njëjta, përjetime të njëjta si ato kur ishte brenda trupit në dynja apo jo. Duhet dim se muslimanit i lind detyrë, sidomos në kohën e sotme, ku jo pak, por edhe më parë, por edhe sot, jo pak flasim për shpirtin, si nga ata që thonë që janë musliman, por edhe nga jo musliman, prej filozofëve, mendimtarëve të ndryshëm, flasin për shpirtin. Sepse shpirti është një çështje e rëndësishme. Prandaj i ka shqetësuar apo i ka shtyr shumë njerëz që të flasin apo ta studiojnë atë. Mirë po, çdo kush që ka dalë jashtë kufive apo njohurive që kanë ardhur nga shpallja, ka humbur. Pra çdo kush që ka folur për shpirtin dhe nuk është bazuar në shpallje, ka humbur. Dhe gjithashtu çdo kush që ka folur për shpirtin duke u bazuar pjesërisht në shpallje, prap ka thënë gjëra nga hamendja e tij, pa pasur fakte dhe prova, argumente për to. Prandaj do të gjejmë nga grupet e devijuara në Islam, siç janë Xehmijet dhe Mu'tazilet, që flasin për shpirtin në mënyrë të gabuar. Flasin për shpirtin në mënyrë të gabuar dhe si rrjedhoi kjo gjë i ka çuar ata edhe në mohimin e dënimit në jetën e përtejme në varr. Dhe ky mohim i këtij dënimi në varr apo dhe shpërblimit është në realitet mohimi plot ajeteve, haditheve nga profeti alayhi salatu wasalam që flasin për këtë gjë. Dhe hadithet janë mutawatira. Dhe është për çështjeve mëse të besueshme dhe mëse të pranueshme në fe, një çështje e tillë. Por prapë ato kanë mohuar. Ashtu siç ka pasaj edhe për jo muslimanëve, filozofë të ndryshëm, kanë folur për shpirtin dhe kanë gabuar. Disa prej tyre thonë se pas vdekjes shpirti shndrohet në logjik, në inteligjencë, në logjik, në arsye e tjerë. Pak rëndësi kanë fjalët e tyre, sepse janë shumë. Dhe thot Ibn Taymije, Allah e mëshiroft, se shpirti që drejton trupin dhe që e braktis atë në momentin e vdekjes, pra kur del nga ky trup, është shpirti që i është fryr atij. Në trupin i është fryr atij. Pra shpirti që vin me lajket, me urdhër nga Allahu, duke qenë njeriu akoma në trupin e nënës së tij në formim e sipër, në krijim e sipër, i vinë dhe i sjellin shpirtin. Dhe ja fusin shpirtin në këtë trup që akoma është duke u formuar në plotësimin e tij. I japin shpirtin. Pra ky shpirt që del nga trupin kur vdes, është ai shpirt që hyri te ky trup akoma në formimin e sipër në barkun, në trupin e nënës së tij. Dhe thonë dietarët se përse i përket fjalës nefs,
që përmendet në Kur'an apo në hadithe, në varësi të kontekstit që merr edhe kuptimin e shpirtit. Prandaj në këtë rast nuk është diçka tjetër nga shpirti. Pra shpirtit mund t'i thuhet fjala ruh, por ndonjëherë përmendet edhe me fjalën nafs, nefsi. An-nafs, ya ayyatuha an-nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. O ti nefs, o ti shpirt i mirë, dil, të theu të Zoti yt, duke qenë ai i kënaqur me ty. Dhe kjo në varësi të kontekstit, përfitohet në varësi të kontekstit, por gjithashtu fjala ruh, shpirt, përdoret edhe për Kur'anin. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Dhe kështu ne të kemi shpallur ty shpirt nga ne. Të kemi shpallur ty shpirt nga ne. Pse u quhet Kur'ani shpirt? Pra një nga emrat e Kur'anit është ruh, shpirt. Jo sa ai është shpirt, ja, ai është fjala e Allahut azza wa jall, cilësia e tij nuk është e krijuar. Dhe kurse shpirti është i krijuar. U quhet kështu sepse Kur'ani është jetë për njeriu. Njeriu mund të jetojë pa Kur'an, por ngjan si i vdekur. Ama njeriu që jeton me Kur'an ai është i gjallë. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasalam, "Mathalu alladhi yadhkuru ar-rabb wa mathalu alladhi la yadhkuru ar-rabb ka mathali al-hayy al-mayyit." Shembulli i atij që kujton Zotin dhe shembulli i atij që nuk kujton Zotin është si shembulli i gjallit me të vdekurin. Si shembulli i gjallit me të vdekurin. Prandaj Kur'ani është jetë për shpirtin e njeriu, e ushqen atë me ato mesazhe që ai përmban. Por edhe Xhibrili alayhi salam është quajtur Ar-Ruhul Amin, shpirti besnik. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, nazala bihi ar-Ruhul Amin, zbriti me të Ar-Ruh al-Amin, shpirti besnik. Pse është quajtur Xhibrili shpirt? Japin dietarët interpretime ndryshme. Ndërto thonë sepse shpirtrat e njerëzve gjallërohen me të, në çfarë kuptim? Me shpalljen që ai solli. Pra, duke qenë se ai është i dërguar nga Zoti tek profetët, pra si një ndërmjetës në shpallje midis Zotit dhe profetëve të tij, dhe shpalljet janë jetë për njerëzit, siç është shpirti jetë për trupin, a mund të jetojë trupi pa shpirt? Nuk jeton, vdes. Prandaj kur dal vdes. Njëjtë edhe shpalljet që ai sjell nga Zoti i tij. Të tjerë thonë se është krijuar nga bota e shpirtrave. Të tjerë thonë se ai është tërësisht shpirt. Të tjerë thonë se shpëtimi i krijesave në çështjet e fesë është nëpërmjet tij, ai është si shpirti me të cilin qëndron jeta. Pra ajo që përmend në fillim dhe kjo, to janë si më të qëndrueshme dhe më të pranueshme. Ndër të tjera thot Ibn Taymije se shpirti quhet nafs kur vështrohet nga aspekti i menaxhimit dhe drejtimit të trupit, orientimin që ai bën trupit të njeriut, quhet nafs. Por kur vështrohet, shihet apo analizohet nga aspekti i butësisë, delikatesës, brishtësisë që ka ai si shpirt, quhet me fjalën ruh. Prandaj thot profeti alayhi salatu wasallam, thot Ibn Taymije, ar-riha min rauhillah. Era është nga rauhi i Allahut. Fjala rauh, që këtu interpretohet me kuptimin e mëshirës, shpëtimit, nga vështirësitë, ka rrjedh nga fjala, nga rrënja ar-ruh, nga njëjta fjalë, nga njëjta rrënjë që rrjedh dhe fjala ar-ruh. Prandaj thot era është si mëshirë nga Allahu. Pra, dhe mëshira e Allahut çfarë është? Butësi prej tij. Prandaj dhe shpirti ruh është i butë, delikat, i brisht. Prandaj u quajt edhe me këtë emër. Dhe me që shpirti është një krijesë që nuk ka të ngjashëm me të në llojin e krijesave që ne njohim, ne nuk mund ta njohim realisht cilësinë e tij apo cilësitë e tij, por ne dim vetëm aq sa Allahu na ka bërë të ditur. Yes'alunaka 'anir ruh
qul ir-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Thot Allahu i lartësuar, të pyesin ty o profet për shpirtin, erdhën nga Beni Israilit dhe e pyetën profetin alayhis salam për ta testuar për shpirtin. Çfarë do të thoshte? Dhe profeti alayhis salam nuk u përgjigj derisa erdhi shpallja. Të pyesin ty për shpirtin, thuaj, ajo është çështje që i përket vetëm Zotit tim dhe juve ju është dhënë fare pak dituri për të. Prandaj dhe muslimani nuk duhet flasi gjëre gjatë për shpirtin, duke dalur nga kufit e njohurive e dijes që ta sjell Allahu në Kur'an apo nëpërmjet të dërguarit e tij. Por ne dim vetëm aq sa Allahu na ka bërë të ditur se ai, pra shpirti, ngjitet dhe zbret. Ngjitet dhe zbret, dëgjon dhe sheh, flet e tjerë, i ka ato cilësi. Por këto cilësi janë ndryshe nga ato të trupave që njohim. Nuk është ngjitja, zbritja, dëgjimi, shikimi, qëndrimi apo ulja e shpirtit si ato që ne njohim në botën materiale. Pra në botën që e pretim, e shohim, e perceptojmë, fizike. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar se shpirti ngjitet në qiejt e lartë, pra kur vdes njeriu dhe del shpirti besimtarit dhe e marrin me lajket në qefin, për qefinëve të xhenetit me aroma të mira dhe fillojnë dhe ngjisin njëri qiell pas tjetrit, i pari, i dyti, i treti shumë e radhë, pra ngjitet dhe më pas zbret, vjen dhe kthehet përsëri në trup kur ai hyn në varr. Dhe kjo brenda një periudhe të shkurtër kohe, dhe sa ai në varr pastaj shpërblehet apo dënohet. Dhe nuk ka dyshim se kjo lumturi, ky shpërblim apo ky dënim që përjeton ky shpirt në varr, është në një mënyrë krejt tjetër nga ajo që ne njohim apo e perceptojmë. Dhe ndër të tjera, në ajo që kanë përmendur dietarët rreth kësaj çështje, është se shpirti është diçka e lehtë, e gjallë, që lëviz, dëpërton deri në thelbin e gjymtyrëve, pra deri në thellësi të çdo gjymtyre dhe përhapet në to, thon. Siç përhapet uji, thon, në petalet e të rëndafilit, pra që hapet ai në petalin, në tër petalin, apo vaj në kokrën e ullirit, pra që është në tër kokrën e ullirit, nuk është vetëm në një pjesë të saj, por është në tër kokrën i shtrirë. Ashtu është edhe shpirti, thon, apo si zjarri në qymyr, pra që është në tër qymyrin. Dhe përderisa këto gjymtyr janë të afta për të pranuar ndikimin që rrjedh prej këtij trupi të hollë, kush është trupi i hollë? Shpirti, Atëherë ky trup i hollë qëndron i lidhur me to dhe u jep atyre aftësinë e ndjeshmërisë, lëvizjes dhe vullnetit. Por kur këto gjymtyr dëmtohen për shkak të dominimit të lëndëve të rënda mbi to dhe dalin jashtë aftësisë për të pranuar ndikimet e shpirtit, atëherë shpirti ndahet nga trupi dhe kalon në botën e shpirtrave. Pra përshkruan momentin e vdekjes kur shpirti fillon dhe del. Prandaj vëllezër, ndonjëherë, ndoshta secili nga ne përvoja e tjetës për gjithë secilin, kur është dëmtuar për shembull të dora apo të këmba dhe ka ndjerë dhimbje të fortë, ka thënë më dhëmbi deri në shpirt. Sepse dhe shpirti e ndjen dhimbjen. E ndjen shpirti dhimbjen që ti pëson në fizikun tënd, në botën tënd, në lëndën tënde fizike, trup, e ndjen edhe shpirti. Apo prekjet që bëjnë xhindët shejtan nëpërmjet magjisë apo mësyshit apo formave të tjera, prekja atyre ndodh në shpirt. Prekja atyre ndodh në shpirt. Dhe ai shqetësim, ai dhimbje që ndjen pastaj shpirti,
reflektohet edhe te trupi i njeriu, te gjymtyrët e tij. Pra ka një lidhje të fortë të shpirtit me trupin, edhe pse janë të ndara, prap kanë një lidhje të fortë. Dhe pra shpirti është një trup i pavarur, shpirti është një trup i pavarur nga trupi. Pra është një krijesë e pavarur nga trupi i njeriu. Në trupi ku vetë ai qëndron, është i pavarur. Thot Allahu i lartësuar: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. Gjoni mirë ajetin kuranor. Allahu i merr shpirtrat në çastin e vdekjes. Me anë të robërve ushtar të bindur të tij, meleku i vdekjes dhe ndihmësit e tij. Dhe ata që nuk kanë vdekur, u merr shpirtin gjatë gjumit dhe e ndalon, nuk e kthen më atë për të cilën ka caktuar vdekjen. Pra kur njeriu është në gjumë, patën sipas një komenti të këtij ajeti, del shpirti i tij në gjumë. Prandaj thonë ato përjetime që shën në përëndra si kur ishte në filan vend, apo takoj të tjerë, dhe sa që edhe kur zgjohet e ndjenër, sigur me të vërtetë e ka taku, apo e ka shiju, apo atë gjë, apo e ka përjetu atë gjë, është ai që ndodhi me shpirtin, thonë. Iku. Trupin krevat, shpirti vazhdon. Dhe ati që i ka caktu vdekjen, nuk e kthen më në trup Allahu. Vdes njeriu në gjumë. Sa raste ka ndodhur kështu? Edhe nga të afërmit tanë. Ndërsa ati që i ka caktuar jetë akoma, i jep leje që ky shpirt vi prap në trup. Pra këtu ai tregon për një pavarësi të shpirtit nga trupi. Dhe fjala Allah subhanahu wa taala, "Olau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Sigur ti shije kur engjëjt u marrin shpirtrat atyre që mohuan pa besimtarve, u marrin shpirtrat, duke i goditur në fytyrat dhe në shpinat e tyre. Pra nuk marrin trupin, marrin shpirtin. Pra diçka e pavarur. Dhe fjala tjetër Allahut subhanahu wa ta'ala, "Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Engjëjt i shtrin duart e tyre dhe u thon pa besimtarve në formë dënimi që nxirreni shpirtrat tuaj. Dhe fjala tjetër Allahut subhanahu wa ta'ala, "Kalla idha balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq." Ja, kur shpirti arrin në fyt dhe thuhet, kush do ta shëroj tani këtë njeri? Por ai e kupton se është ndarja nga jeta, i ka ardhur afati. Po i vjen e xheli, e kupton njeriu. Dhe këmbët e tij ngjiten me njëra tjetrën në atë agoni të vdekjes. Dhe atë ditë udhëtimi do të jetë drejt Zotit tënd. Apo dhe fjala tjetër Allahut subhanahu wa taala, "Falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun." E pse atëherë kur shpirti arrin në fyt, e ju e vështroni atë moment. Pra e shihni njeriu në ato momente. Pra ajo që merret, ajo që e marrin engjëjt, ajo që arrin në fyt, që udhëton drejt Zotit të tij, patjetër është diçka reale. Është diçka reale, e vërtet. Dhe që ekziston në mënyrë të pavarur nga trupi. Doli, trupi veç, shpirti veç. I flitet shpirtit, me lajtit i flasin. Shpirtit. E marrin atë. Pastaj ky shpirt ngjitet në përqije, apo i ndalohet ngjitja nëse është pabesimtar. Pra është diçka reale, diçka tjetër që ekziston nga trupi. Dhe gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam, siç e kemi përmendur edhe në hadithet në çështjen e vdekjes, ka treguar për udhëtimin e shpirtit të besimtarit, që finet që vendoset etj që e përmendëm më parë, dhe kthimin e tij në varr,
pyetjet që bën, shpërblimi apo ndëshkimi që përjeton njeriu. Dhe të gjitha këto tekste të marra së bashku dëshmojnë qartë dhe përfundimisht se shpirtrat janë diçka tjetër nga trupi. Pse e theksojmë të? Sepse ka nga grupet e humbura që pretendojnë se janë musliman, por edhe nga filozofët, që disa prej tyre bëjnë shpirtin ajër, është pra është vetë ajri thonë që hyn në trup. Disa të tjerë thonë është pjesë e trupit, pra siç është dora, këmba, është pjesë e vetë trupit, dhe jo s'është i pavarur nga trupi. Pra japin interpretime të gabume. Por argumentet që përmendëm, ajetet kuranore, hadithet e profetit alayhis salam, çfarë tregojnë? Që është tjetër gjë shpirti, edhe pse rrin në trup. Dhe tjetër gjë trupi. Pra shihni sa i çuditshëm është krijimi i njeriu. Subhanallahu. Sa i çuditshëm është. Ku qëndron shpirti në trup? Pra tham se shpirti qëndron në trup dhe se është i pavarur, po në cilën pjesë të trupit qëndron? Ku qëndron? Prit. Thotë Ibn Taymije, Allah më shëroft. Shpirti nuk është i kufizuar në ndonjë pjesë të veçantë të trupit. Pra vetëm në kokë, apo vetëm në bark, apo vetëm në gjymtyr e tjerë. Por ai përshkron gjithë trupin ashtu siç përhapet jeta në këtë trup. Përshkron gjithë trupin siç përhapet jeta në këtë trup. Dhe jeta është e varur nga prania e shpirtit. Kur shpirti është në trup, ky trup është i gjallë, edhe kur shpirti ndahet prej tij, jeta largohet bashkë me të. Thotë Ibn Taymije në librin e tij të njohur Majmu' al-Fatawa, pra fatvat që janë përmbledhur nga Ibn Taymije. Prandaj, sipas fjalëve të Ibn Taymijes, shpirti nuk ndodhet vetëm në një organ apo vetëm në një pjesë të trupit, por është i pranishëm dhe vepron në të gjithë trupin njëkohësisht. Ashtu që kur ai largohet, çdo gjallëri në çdo pjesë të trupit që ishte më parë, pushon menjëherë. Pushon menjëherë. Kjo është ajo që mund të themi sot për shpirtin. Ne të ardhshme inshallah do të kemi trajtime të tjera rreth kësaj krijese. Elusim Allahun Azza wa Jall që t'i bëj shpirtrat tanë shpirtra të bindur ndaj tij, që të përjetojnë shpërblimin e tij si në dynja ashtu edhe në ahiret. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vazhdojmë timi me temën rreth vdekjes dhe çështjet që kanë të bëjnë me të. Kemi folur në temat e fundit për shpirtin. Dhe tema e radhës ka të bëjë me faktin apo me pyetjen që mund të lind shpirti, a është i krijuar apo jo? Sepse përmendëm nga mendimet apo pretendimet e filozofëve rreth shpirtit, që normalisht ishin të gabuara, por edhe nga disa grupe të devijuara nga Islami i vërtet, që jepnin përkufizime të gabuara për shpirtin, gjë që çonte në mohimin e ajeteve dhe haditheve që tregonin apo që tregojnë për shpërblimin apo ndëshkimin që përjeton shpirti. Prandaj dhe një çështje e tillë duhet trajtuar, sepse përmendet nga njerëz të humbur. Flasin. Dhe ka thënë Ibn Taymije, Allahu më shërof, se shpirti i njeriu thotë është i krijuar. Shpirti i njeriu është i krijuar dhe kjo thotë me konsensus, me ittifak apo dakordësi të parëve, të selefëve, pra që në brezat e parë, kjo ka qenë një çështje
e pakundërshtueshme, që nuk ka pas kundërshtim ndërmjet tyre. E pranuar si e tillë edhe nga imamët e umetit, për nga dietarët e mëdhenj të umetit dhe pasuesit e sunnetit. Dhe përmend më pas Ibn Taymije se një gjë e tillë është edhe me ixhma. Pra ka konsensus të plot. Pra që nuk ka pasur kundërshtim nga dietarët musliman rreth kësaj çështje që shpirti është i krijuar. Dhe se ky ixhma, thot Ibn Taymije, është përcjellur nga disa dietarë. Dhe por gjithashtu kemi edhe argumente nga Kur'ani dhe Suneti që tregojnë se shpirti është i krijuar, është krijesë, ashtu si trupi i përbërë nga mishi, kockat e tjerë, që është i krijuar, edhe shpirti që është brenda këtij trupi, si brenda një zgavre për të, është i krijuar. Thot Allahu i lartësuar, Allahu khaliqu kulli shay, Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Thot Ibn Abi Izz al-Hanafi, komentuesi më i njohur i akides tahawije, ku si autori i këtij librit tahawije, Imam al-Tahawi, edhe komentuesi i tij Ibn Abi Izz, janë të dy nga dietarët e spikatur në mëdhëbin Hanafi. Thot se ky ajet kuranor, pra që Allah është krijuesi i çdo gjëje, është gjithëpërfshirës dhe nuk bën përjashtim apo përveçim për asgjë, për asnjë. Allah është krijuesi i çdo gjëje, atëherë shpirti është gjë? Po. Allah është krijuesi i tij. Pra shpirti është i krijuar. Gjithashtu është fjala e Allahut të lartësuar, hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Vall, a nuk ka kaluar një periudhë kohore ku njeriu nuk ka qenie e denj për të përmendur? Dhe kur themi njeri, çfarë nënkuptojmë? Njeriu që përbëhet nga trupi, por edhe nga shpirti. I ka të dy këto komponent. Dhe gjithashtu fjalë Allahut të lartësuar, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a, unë të kam krijuar ty edhe më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje. Të kam krijuar edhe ty më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje. Të kam krijuar ty, i drejtohet njeriu. Pra të kam krijuar ty, o njeri, me trupin që ke, por edhe me shpirtin që ke. Dhe thot gjithashtu Ibn Taymije, dhe ka një fjalë të bukur këtu, ky dietar, Allah e mëshiroft, se njeriu është i përbërë nga trupi dhe shpirti, të dy bashkë, formojnë atë që quhet njeri. Edhe pse shpirti ka një përparësi ndaj trupit, thot. Shpirti ka një përparësi ndaj trupit, sepse trupi bindet atij shpirtit. Dhe sjell një fjalë të Ebu Derdas, radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thënë, trupi im është vetëm mjeti, pra mjeti i udhëtimit. Nëse sillem me butësi ndaj tij, ai do të më çojë në destinacion. Por nëse nuk sillem me butësi, nuk do të më çojë dot. Në këtë thënit e tij, thotë Ibn Taymije, Abu Dardaja, radhiyallahu ta'ala anhu, e krahason trupin e tij me mjetin e udhëtimit, ndërsa shpirtin me udhëtarin mbi këtë mjet. Pra nëse ti mjetin tënd të udhëtimit, kafshën për shembull, e trajton në këtë udhëtim e sipër me butësi, atëherë do të mbrohet, do të ruhet dhe do ta përfundojë udhëtimin. Por nëse e trajton keq, atëherë ka gjasa që udhëtimi jot apo ti të mos arrish në destinacionin tënd. Njëhet pra edhe trajtimi që i bën apo duhet i bëj shpirti trupit. Dhe gjithashtu sjell edhe një fjalë e Ibn Abbas, që e ka transmetuar Ibn Abi Menda dhe dietarët e tjerë, thotë Ibn Taymije, ku Ibn Abbasi ka thënë, radhiyallahu ta'ala anhu, dialogu dhe debati ndërmjet krijesave në ditën e Kiametit do jetë i atill apo do të arrijë në atë pikë sa do të ndodhë edhe ndërmjet trupit dhe shpirtit të njëjtit njeri, ku shpirti do t'i thot trupit, ti veprove të këqija,
Pra ti je shkak që ne do dënohemi. Ndërsa trupi do t'i thotë shpirtit, ti je ai që më urdhërove mua. Atëherë Allahu i lartësuar do të dërgojë një melek për të bërë apo për të gjykuar ndërmjet tyre. Për të gjykuar ndërmjet tyre. Kur dhe meleku do të thotë, do t'i thotë edhe trupit edhe shpirtit. Shembulli ju të dyve është si shembulli i një njeriu të paralizuar dhe një tjetri të verbër, ku të dy hynë në një kopsht apo në një plantacion me fruta, edhe i paralizuari i tha të verbrit, shoh se këtu ka fruta, por unë nuk arrit dot t'i marr ato. I verbit thot, mund të ketë fruta, por unë nuk shoh dhe as unë nuk i marr dot ato. I thot i paralizuari, më mbaj mua, më ngri mua, dhe unë do të marr fruta për të dy. Dhe kështu e mban i verbri të paralizuarin, të gjymtuarin, dhe ky e orienton të verbrin këtu apo aty, afro, largo e tjerë. Dhe thot meleku më pas, kush nga këta të dy e meriton dënimin? Të dy thamë, si trupi dhe shpirti. Kështu është edhe me ju. Kështu është edhe me ju të dy. Pra, pse e sjell këtë fjalë Ibn Taymije? E sjell për treguar që shpirti është krijesë që mbart përgjegjësi dhe si rrethoj do të merret në llogari. Dhe përderisa do të merret në llogari, është krijesë. Nuk është krijesë, nuk është krijues apo diçka e pa krijuar. Dhe gjithashtu hadithe që kemi përmendur se kur me lajket marrin shpirtin nga trupi njeriut, nëse është besimtar, e vendosin ato qefinet e xhenetit me aromat më të mira, ngjiten lart në përqije njëri pas tjetrit e tjerë, pra kur ky shpirt sheh, dëgjon, flet, përjeton më pas shpërblim apo ndështim, të gjitha ato çfarë tregojnë? Tregojnë që është krijesë. Pra i ndodh ajo që i ndodh një krijesë. Dhe gjithashtu Allahu i lartësuar thotë në ajetin kuranor, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Kur Zoti yt nxorri nga kurrizi bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë ndaj vetës së tyre duke thënë, a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bala shahidna. Ata thanë, po, dëshmojmë. Pra i nxorri bijtë e Ademit, njëri pas tjetrit. Të gjithë ne, edhe pse nuk e mbajmë mend këtë sekuencë, këtë fragment që kanë ngjarë, kemi dalë një herë nga shpinat e etërve tanë, njëri pas tjetrit. Dhe kemi dëshmuar për atë që na kërkoi Zoti ynë, po, ti je Zoti ynë. Dhe kjo dëshmi, thon dietarët, është ajo që ka lënë gjurmë në atë fitran e njeriut. Ajo ndjesi që ka dhe natyrshmëri që ka njeriu për të besuar Zotin. Edhe pse ndoshta si ka folur dikush më parë, ai ndjen në veten e tij që duhet besoj diçka më të fuqishme se ai. Nëse rritet në ambient islam, do ta njohë drejt Zotin. Nëse rritet në një ambient jo islam, do ta adhuroj gurin, drurin. Ai keni parë ato fiset nëpër Amazon apo diku në Afrikë që nuk i ka ardhur shpallje. Edhe ata nga ajo ndjesi, natyrshmëri që kanë brenda vetes, adhurojnë diçka që e personifikojnë dhe simbolizojnë si diçka më të madhe, më të fuqishme se ata. Prandaj i përulen, kanë nevojë për të. Dhe përderisa ky shpirt dëshmoi, thon dietarët, tregon që është i krijuar. Tregon që ka krijues, që komandohet, urdhërohet, është frymzuar, është inspiruar e tjerë. Dhe gjithashtu, nëse shpirtrat
nuk do të ishin të krijuar. Gjojeni mirë të. Nëse shpirtrat nuk do të ishin të krijuar, atëherë nuk do t'i akuzonim të krishterët për idhujtar. Kur adhurojnë Isain, birin e Meremës. Apo shpirtin e shenjtë që i thonë ata në trinitetin e tyre. Sepse pa adhurojnë diçka që s'është e krijuar dhe i bitjet krijues. Apo jo. Gjithashtu, nëse shpirti nuk do të ishte i krijuar, nëse nuk do të ishte krijesë, atëherë nuk do të hynte në zjarr. Nuk do të pengohej nga shikimi i Allahut, që është shpërblimi më i madh. Nuk do të dënohej në varr, nuk do të merren në llogari. Sepse nuk është krijesë, dhe këto janë veprime apo etapa që do t'i përjetojnë kush? Krijesat. Dhe përderisa shpirti do t'i përjetojë, tregon që është i krijuar. Dhe thot Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, shpirtrat thot pa dyshim që janë të krijuar, dhe ata as zhduken e as shkatrohen. Por vdekja e tyre, vdekja e shpirtrave e cila është ndarja thot nga trupat e tyre. Në momentin kur del shpirti nga trupi, çfarë themi? Vdiq ky trup. Po shpirti si vdes? Kjo është vdekja e tij, thot. Dalja e tij nga trupi është vdekje për të. Pra ka një tjetër vdekje trupi dhe një tjetër vdekje shpirti. Por që të dy, si trupi, edhe shpirti përjetojnë vdekjen. E gjatë fryrjes së surit, shpirtrat do të kthehen trupave, pra kur të bëhet ringjallja, dalja nga varret. Përsëri do të lidhet shpirti me trupin, por në një tjetër mënyrë nga ajo e dynjas. Dhe thot, dhe gjithashtu, Ibn Abi Izz al-Hanafi, ai komentuesi i njohur i akides tahawije, ka trajtuar gjatë të çështje, dhe ka thënë, njerëzit janë ndarë në mendime, kanë dhënë mendime të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Një grup ka thënë, shpirti vdes, sepse ai është nefs, vete. Dhe çdo nefs do ta shijojë vdekjen, do ta përjetojë atë. Kullu nefsin dha'iqatul maut, thot Allahu. Çdo nefs vete do ta shijojë vdekjen. Dhe nëse edhe melekët vdesin, kur bëhet fryrja në sur herën e parë, atëherë shpirtrat njerëzor janë më parsor apo më të denj për të vdekur. Ndërsa të tjerë kanë thënë, shpirtrat nuk vdesin, sepse janë krijuar për të mbetur dhe vetëm trupat janë ata që vdesin. Gjithashtu kanë thënë se hadithet që flasin për shpërblimin apo dënimin e shpirtrave pas ndarjes nga trupi e deri në momentin që Allahu i kthen sërish në trupat e tyre, dëshmojnë për këtë mendim, për këtë qëndrim. Janë argument thonë. Dhe thot në dietar më pas se dhe ky është qëndrimi dhe mendimi i saktë. Pra, që vdekja e shpirtrit, apo thënë ndryshe, qëndrimi i saktë është që vdekja e shpirtit nënkupton ndarjen e tij nga trupi dhe daljen e tij nga trupi. Dalja e shpirtit nga trupi është vdekje për shpirtin, siç është vdekje për trupin. Dhe nëse me vdekje synohet ky kuptim, atëherë po, shpirti e përjeton apo e shijon vdekjen. Por nëse nënkuptohet që shpirti zhduket e shkatërrohet, pra humb, plotësisht, atëherë jo. Kjo nuk pranohet. Pse? Sepse bien ndesh me argumente që tregojnë ngjitjen e shpirtrit lart, nëse është besimtar, apo hedhjen e tij, nëse është pabesimtar. E tjerë. Nëse është ky, atëherë jo, sepse kjo bien ndesh me argumente që tha më parë dhe Allahu i lartësuar ka thënë: La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Nuk do të shojnë aty më vdekje, përveç vdekjes së parë. Dhe kjo i drejtohet njeriu i përbër nga trupi dhe shpirti
i tij. Kjo është çfarë mund të themi për sot, e lutim Allahun subhanahu wa taala të na japi neve sukses në veprat mira, na fali gabimet tona apo pasaktësitë që mund të kemi në shpjegimin e fesë së tij. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.